Atëherë, kur lindin problemet mes çiftit, pjesa më e madhe e problemeve lindin kur përzihen të dy modelet. Kur njëri nga të dy ose të dyja palët përpiqen të gërshetojnë këto modele. Kur ai do që ajo të sjell ekonomikisht kontribut në shtëpi, të punoj, të mbaj tërë shtëpi në krah, të lindë fëmijë, t'i rrisë ata, të gatuaj, mos të di burri se ku ka çorapet e veta, për çdo gjë t'i kërkoj gruas. Ose në të kundërt, kur ajo do që ai të paguaj për gjithçka, për thonjtë e saj, për palestrën e saj, për gjitha, për rrobat, për shopping, për të gjitha, dhe ajo të mos zër asgjë me dorë në shtëpi. Këtu fjala fërkoj mirë se të na mbuloj pislëku që kur ke ardhur ti e humba të ironinë edhe merr me vërtet kuptimin e vet të mirëfillt. Kur ai për shembull ka punuar gjithë ditën, por edhe gruaja në shtëpi ka punuar gjithë ditën, ka rritur fëmijët, është një nga ato korçarkat e vaktit. Unë njoh edhe sot korçarka që i përshëndes, janë shoqet e mia, i dua shumë. Ka punuar dhe ajo, por nuk ndjen vlerësim as nga njerëzit e familjes, njerëzit e dashur, por sidomos nga partneri i saj. Pra, nuk ka një vlerësim dhe ti vjen në darkë dhe i kërkon gruas tënde ato qefet e tua pas darke, ndërkohë që ajo nuk ka fuqi as të çojë lugën në gojë gjatë darkës. Pra, është lodhur me fëmijët, ka mbaruar të gjitha detyrat e veta dhe ti kërkon patjetër gjërat e tua, qefet e tua. Pra, problemet lindin pikërisht në momentin kur edhe burri që e gjen kapicën e enve në lavaman palar dhe ka punuar 17 orë rresht. Nuk e di më kuptuat. Do me thënë, kjo është pikërisht kur ne i ngatrojmë dy modelet e bashkëtesës, atëherë patjetër do të ketë probleme. Dakord? Fillojmë problemet. Ju përshëndes, shihemi të javën tjetër.